Qendra tregtare Palma Mall Tetov, e cila para 10 viteve filloi tregimin e saj si një shitore e vogël, sot paraqet një qendër të suksesshme tregtare, të ndërtuar sipas standardeve botërore, i vendosur në 32.000 metra katror. Qendra e re tregtare është zgjerimi i hapësirës së mëparshme të City Center Tetov, i cili punon që nga viti 2005, ndërsa hapësira e shitjes e të njëjtit është zgjeruar për 3 herë. Ideja për trefishim të hapësirës ekzistuese doli nga nevoja e qytetarëve të Tetovës dhe më gjerë për një objekt më të madh. Shitoret me renome, argëtimi i përditshëm, restoranet dhe hapësira tjera janë vetëm pjesë nga përmbajtja e të cilat janë të dedikuara për të gjitha moshat, ndërsa e bëjnë Palma Mall si vend më të vizituar në Maqedoninë Perëndimore. Kuriozitet shtesë është edhe parking pa pagesë, si dhe orari i punës i qendrës është parashikuar të funksionojë nga ora 1 në mëngjes deri në orën 22 në mbrëmje dhe atë 365 ditë brenda vitit, ndërsa me këtë orar tetovarët mund të kryejnë të gjitha obligimet e tyre brenda ditës. Në kuadër të qendrës tregtare, pikat e tyre të shitjes i kanë më shumë brenda internacionale dhe vendore. Palma Mall është edhe një kontribut për zhvillim ekonomik të shtetit, ndërsa punësimet që janë bërë kanë ndikim në përmirësim të gjendjes në rajon. Një objekt i këtillë i mungonte edhe qytetarëve dhe rrethinës së qytetit të Tetovës, ndërsa gjatë 10 viteve të kaluara Palma Mall tregoi se me menaxhment të mirë, i cili arriti të tejkalojë të gjitha barierat, mund të ndërtohet një tregtim i suksesshëm dhe me këto investime kapitale dhe projekte që kanë për qëllim që të përmirësojnë kualitetin e jetesës së qytetarëve, edhe në këtë pjesë të Maqedonisë dhe mund të ofrojnë përmbajtje të cilat i tejkalojnë kufijtë e shoppingut tradicional. Shopping maratonik, anvisja e muajit, ngjarje për festat e vitit të ri dhe pashkëve, javë ditëlindjesh, late night shopping dhe shumë ngjarje të tjera janë shënuar gjatë viteve të kaluara në Palma Mall Tetov, përderisa deri në fund të këtij viti janë planifikuar dhe shumë aktivitete, ngjarje të tjera për festën e vitit të ri dhe të pashkëve, për të cilat shumë shpejt do të bëhen publike edhe detajet. Me qëllim për të rritur kënaqësinë e blerësve, menaxhmenti i qendrës tregtare planifikon të vazhdojë me implementimin e këtij lloji të ngjarjeve edhe në të ardhmen. Mira njerëz të lumtur me pakot e mbushura plot në duar, fytyra të buzëqeshura, fëmijësh dhe blerës të kënaqur, janë pamje që për çdo ditë mund të shihen në qendrën tregtare më të madhe dhe më moderne në Maqedoninë Perëndimore, ndërsa meritat për këtë sukses Palma Mall u atribuon pikërisht blerësve si dhe më meritoret për gjithë këto të arritura.